Të trija fetë e mëdha me përkatësi hyjnore pretendojnë se shpallja ka përfunduar me profetin e tyre, por lind një pyetje thelbësore: nëse nuk ka më profet për ta korrigjuar ose ripërtërir fen, cila prej tyre i plotson kushtet për të mbetur e vërteta e pandryshuar? Përgjigjja kërkon një kriter të qartë. Feja e fundit duhet të jetë e ruajtur në tekst dhe në kuptim. Islami qëndron unik në këtë pikë. Kurani është i vetmi libër hyjnor që është ruajtur fjalë për fjalë që nga shpallja e tij. Është memorizuar masivisht brez pas brezi. Ka një zinxhir të pandërprer transmetimi. Nëse sot do të zhdukeshin të gjitha kopjet e Kuranit, mijëra hafiz në mbar botën do ta rishkruanin atë brenda një kohe shumë të shkurtër, pa ndryshuar asnjë shkronjë. Kjo nuk është thjesht traditë, por një fenomen i gjallë dhe i prekshëm. Ndërsa tekstet e tjera fetare të feve të tjera, qoftë hebraike apo krishtere, kanë kaluar në përpërkthime dhe redaktime, kanë versione të ndryshme, nuk ruhen në të njëjtën mënyrë në memorien kolektive. Në mungesë të një profeti të ri, feja e vërtet duhet jetë e mbrojtur vetë. Islami nuk mbështetet në rindërtim, por në ruajtje. Prandaj nuk është thjesht pretendim, por kriter logjik. Feja që mbetet e paprekur dhe që i mbijeton kohrave dhe sfidave është ajo që vazhdon të jetë e vërtet. Dhe kjo është feja islame që ju shpall profetit të fundit Muhamedit, paqja qoftë mbi të.